Mas së shumti që lavdërohet ky shpirt, ky rob, lavdërohet me agjerim, me Ramazan. Ja, rob sa madhështore. Mas shumti që lavdërohet ky rob, lavdërohet me agjerim, me Ramazan, të dashurit e mi. Agjerimi dhe çdo punë tjetër ka nevojë ta ketë armën e sinqeritetit. Të dashurit e mi, kujtoje gjithmonë se në çdo moment je me të madhin Allah. Ramazani po të vjen, edhe po ta kujton mendjen, po ta kthen. Gjithmonë je me të madhin Allah xhaleshanu. Edhe kur je vet, edhe kur je në familje, edhe kur je në shoqëri. Në çdo moment je me të madhin Allah. Tash në këtë botë je me të madhin Allah xhaleshanu. Kur ta japësh dorëzoj shpirtin, je përsëri me të madhin Allah xhaleshanuhu. Në ditën e gjykimit, je me të madhin Allah xhaleshanuhu. Në çfarë dush kohë që jeton, në çfarë dush vendi që jeton, je me Zotin. Risku të vjen prej Zotit, ati i qofsh mi fal, këtij njeriu që ka qenë i lidhur me Zotin. Në këtë formë, Zoti Dhul Xhelal, edhe kur t'ja merr shpirtin, ja merr në formën më të lehtë, më të këndshme, më të lezetshme, më të qetë, të mundshme. Mos u frikoni para atë momenta. Ti që ke qenë gjithmonë i lidhur me Zotin, o në formën më të lehtë, të mundshme, i madhi Allah ka më ta marr shpirtin. Edhe ai di çka ndodh? Ka më ta marr, thot Muhammed Mustafaja, shpirtin, ashtu qysh del uji prej shishës. Ke po ka njerë që shë mush gotën, nështë asa tua gjërukosh, shë mush gotën, të kënaqë sa led, që ashtu i del dikuj shpirti, a i cili ka qenë i lidhur me të madhin Allah, për këta Allahu ka garantua, ka thonë në Kur'an, ja ejetuhen nefsul mutmainna, o ati shpirti bindur i qetë, që ka qenë gjithmonë i lidhur me të madhin Allah xhaleshanu. Çka? Irji'i ila rabbika radiyan mardiya. O ti shpirti bindur dhe i qetë, që ke qenë gjithmonë dhe në çdo moment me të madhin Allah Dhul Xhelal. Kthehu te bazat e i madhi Allah, duke qenë ai i kënaqur me ty dhe duke qenë ti i kënaqur me ta. A e krym gjumon? Po kjo është vull, mjafton. Kur ti je gjithmonë i lidhur me të madhin Allah Dhul Xhelal, edhe momenti i fundit i daljes prej kësaj dynjaje në formën më të lehtë mundshme. Në formën më të lehtë të mundshme. O ti që ke qenë i bindur në Allahun Dhul Xhelal, po i thot Zoti, i mirët shpirti në formën më të lehtë, vishet me rrobat më të bukura të xhenetit, ngritet në qiej dhe lavdërohet para çdo krijese që ka me takuan duke u ngrit deri në qiellin e 7. Mas së shumti që lavdërohet ky shpirt, ky rob, lavdërohet me agjerim, me Ramazan. Ja, rob sa madhështore. Mas shumti që lavdërohet ky rob, lavdërohet me agjerim, me Ramazan, të dashurit e mi. Agjerimi dhe çdo punë tjetër ka nevojë ta ketë armën e sinqeritetit.